U rikthejmë sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me pjesën e dytë të emisionit, ku gjithmonë kemi të ftuarit tanë. Kësaj radhe do flasim për qendrën kulturore për të rinj, e cila është hapur tani në qytetin e Tetovës. Dhe këtu me mua kemi udhëheqësën e kësaj qendre, Shpresa Ramizi. Përshëndetje, nderuar, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit Ritmi i ditës. Përshëndetje dhe mirë se u gjeta dhe juve. Atëhere, në fillim të flasim pak për qendrën kulturore për të rinj, se cili është roli dhe misioni i kësaj qendre. Qendra kulturore për të rinj është institucion publik i krijuar nga Komuna e Tetovës. Është një hapësirë e cila mundëson të rinjt të kenë qasjet drejt për drejt, të jenë aktiv dhe i mbështet dhe i përkrap në aktivitetet e tyre kulturore, sociale e me gjerë. Misioni i saj është kryesisht të mbështesim të rinjt në zhvillimin e tyre në karrierë, në aspektin personal, profesional, si dhe të ndihmojmë në realizimin e projekteve dhe aktiviteteve kulturore që i kanë si ide të tjera dhe shumë. Mund të na thuani, mendoni që pse Tetova kishte nevojë për një hapësirë të tillë për të rinjët? A ishte koha dhe momenti që tani kjo hapësirë të funksionojnë, apo është dashur të themi edhe më herët të jetë e pranishme pranë kjo qendër për të rinjët? Tetova është një qytet i 2 universitete dhe me shumë shkolla të mesme. Nevojë ka pasur që më herët të krijohet si qendër kulturore për të rinj. Pra në qytetin tonë graviton bukur i madh i numrit të rinjve nga qytetet tjera, nga vende dhe rajoni. Kjo qendër kulturore i mbështet, si që thash më herët. Dhe mendoni që do të jetë e gatshme që kjo qendër të jetë pranë të rinjëve për idejat e tyre, për t'u dalë një çfarë mbështetje të kenë të rinjët? Mbështetje, gjithashtu edhe realizimin e projekteve të cilët bashkëpunojnë me institucione të ndryshme, më thonë, janë. Qendra do të funksionon në kuadër të komunës së Tetovës. Domethënë, mund të na sqaroni pak më tepër se si është funksionimi i saj, si do të funksionojë? Funksionimi i saj për momentin kemi të staf. Buxhetin kemi financohemi nga buxheti i komunës së Tetovës, kryesisht, por planifikojmë edhe me bashkëpunime të tjera, me institucione të tjera, të cilët do të sigurojmë financim dhe realizimin e projekteve që do të mbështesin të rinjt. Gjithashtu kemi bashkëpunime edhe me organizata të ndryshme jo qeveritare, gjithashtu edhe me organizata të ndryshme për të rinjt. Që në një çfarë mënyre do ju delë në ndihmë thjesht për të rinjët. Si ndikon kultura në ndërtimin e identitetit dhe vetbesimit tek të rinjët? Kultura në identitetin dhe ka ndikim pozitiv dhe kyç, për arsye se u ndihmon të njohin vetveten e tyre, të njohin prardhjen e tyre, të njohin identitetin e tyre, por gjithashtu të jenë edhe të hapur me të bashkëpunojnë me të rinjt jenë nga komunitete të ndryshme, të njohin edhe kultura të ndryshme. Në vetbesim ka ndikim të rinjt, pasi që ka ndikim konkret shprehnë ideje të tyre, më thonë, ato janë më të lirshëm, pasi që në qendrën kulturore për të rinj ofrojmë edhe arsimim jo formal, pra ndihmojmë atyre në zhvillimin personal. Sa më shumë. Sa e rëndësishme të themi është edhe përfshirja e të rinjëve në aktivitetet, jo vetëm në ato kulturore, por edhe në aktivitetet të tjera të ndryshme? Rëndësi të madhe kanë të rinjt që përfshihen në aktivitete, pasi që janë shembull edhe për të rinjt tjerë, të cilët duhet të jenë aktiv në shoqëri, pasi të rinjt janë edhe motori kryesor i zhvillimit të një shoqërie dhe vendi. Pasi që ju jeni udhëheqëse e kësaj qendre dhe a mund të na të na përmeni disa projekte që kanë të bëjnë pikërisht tek të rinjt që do të kenë një ndikim të madh, të themi, tek të rinjët që kjo qendër është për herë të parë, cila është hapur pikërisht në komunën e Tetovës. Disa nga projektet të cilat planifikohen të jenë në kuadër të qendrës kulturore janë festivale të ndryshme, të cilat do të jenë për të rinjt, koncerte të ndryshme muzikore,
po ashtu edhe ekspozita e kuratoriale, mbështetjen e letrarëve të ri, prap të veprave të artistëve të ri, të reja, në më thënë, kryesisht targeti jonë është të rinjët, lokal, por edhe më gjërë. Edhe më gjërë, do më thënë do të kemi muzikë në Tetov gjatë kësaj periude. Besoj që po, edhe ta në një periudhë të shkurtër. Të shkurtër. Atëhere, a shikni do më thënë të themi ndryshime konkrete tek të rinjët, nëse ata miren me këto lloje aktivitete në të ardhmen? Për momentin, ne si qendër funksionim prej muajit shtator. Si ndryshim konkret duhet një kohë, dhe më thonë, duhet të merren ne me të rritë që të kemi rezultate. Por tash kemi patur edhe trajnime të cilët u kanë ndihmuar të rive, dhe më thonë të kenë qasje dhe të jenë më bashkëpunues ndërmjet vete. Pasi që në qendrën tonë përfshihen grupe të ndryshme të moshave të ndryshme të rive, pra kemi nxënës të shkollave të mesme, gjithashtu edhe student, të cilën ndërmjet vete duke bashkëpunuar shprehin ide për realizimin e projekteve dhe me gjë. Nga çfarë moshe deri në çfarë moshe mund të inkuadrohen të themi të rinjët në këtë qendër, mund të regjistrohen të themi? Po, mund të regjistrohen ose janë të mirëseardhur prej moshës 15 vjeçare deri 30 vjeçare. Më thënë, kryesisht grupi është target grupi jonë është të rinj. Deri më tani sa të rinjt janë përfshirë në këtë qendër? Keni ndonjë shifër dhe ndonjë numër? Kam një shifër, por besoj që nuk është etike të përmendet, pasi që ka interes të madh. Më thënë, grupi dita ditës shtohet, edhe pse informacioni ka munguar dhe nuk e kanë kuptuar të rritë për çfarë është qendra kulturore për të rritë. Por tash me grupën që e kemi, ato i shpërndajnë informacionin, i tregojnë ide se çka duhet dhe çdo ditë nuk mund të them numrin e saktë sa të ri ka, dhe më thonë çdo ditë interesimi rritet. Mund të na thoni, a janë aktivitete të hapura dhe falas të themi për të gjithë të rinjët? Po. Aktivitetet janë të hapura për të gjithë, pra çdo kush shpreh dëshirë të ketë aktivitete në hapësirat tona, gjithashtu shpreh dëshirë prezentimin e projekteve dhe hapësirat tona të cilat ofrohen për të rinjt janë falas dhe gjithashtu janë të hapura çdo ditë pune, prej të hënën deri të premten. Pasi që kemi staf dhe përkujdesimi, gjithashtu për të rinjt, stafi jonë përkujdeset edhe për realizimin e projektet, dhe më thonë, jena në krah, një krah ose një mbështetje për të rinjt. Ku mund të drejtohen të rinjt të gjithë ata të cilët duan të regjistrojnë, të jenë pjesë e kësaj qendre? Për momentin kemi një aplikacion, por kryesisht mund të drejtohen të qendra jonë për kulturë. Ekziston edhe një faqe, gjithashtu aty janë informacione se ku mund të kenë qasje direkt ose të regjistrohen në qendrën tonë. Në qendrën e juaj. Mund të na thuani se si mbështetni talentet e ri, lokal të themi dhe ato rajonale? Po. Talentet e ri, tash për momentin edhe pse jemi në fazën e formalizimit të qendrës kulturore, por planifikojmë që t'i mbështesim nëpërmjet promovimit të tyre, të veprave të tyre, projekteve të tyre, si dhe planifikojmë që ato të jenë edhe bashkëpartner të qendrës kulturore. Më thonë, të bashkëpunoni, të bashkëpunojmë, dhe më thonë të jenë edhe pjesë e qendrës tonë. Do të pranoni të rinjt edhe nga qytetet tjera, apo vetëm nga Tetova? Jo, patjetër që do të pranojmë edhe të rinj nga qytetet tjera, pasi që thash më herët, se ne jena... Do të mundoheni që të jeni sa më të hapur me gjithë të rinjët dhe... Dhe do të mundohena që edhe në qytetet tjera të krijohet kësaj qendra si Motra, që edhe të rinjtë e qyteteve tjera të jenë të lindin bashkëpunime dhe të njihen të rinjt në mes veti me një patjetër, pasi që tash periudha e digitalizimit e rrjeteve sociale janë bërë të rinjt më të mbyllur, kështu që ka nevojë të kenë takime reale, jo virtuale. Jo virtuale, jo vetëm nëpërmjet rrjeteve sociale, siç e dim tani më jemi në botën me një epokë të digitalizuar, kështu që sado të jetë mendoj që këto aktivitete do ju bëj mirë të rinjëve për të njohur sa më mirë me njëri tjetrin. Çdo gjë reale ka ndryshime dhe vlerë të ndryshme. Të ndryshme. A keni projekte kuratoriale apo ekspozita për artistët të rinj? Planifikojmë që të kemi, tash për momentin e thash më herë se po e rreth formalizimin, nuk mund të flas konkretisht, por një periudhë shumë të shkurtër planifikojmë të kemi ekspozita të ndryshme.
Shpresojmë që do i arrini të gjitha këto dhe në të ardhmen të zgjeroni edhe më shumë se jo edhe në qytete tjera dhe të keni bashkëpunime të shumta me artistë të rinj, qoftë edhe me bashkëpunime me vendet tona nga trojet shqiptare, pse jo dhe përtej Evropës. Shpresojmë dhe besoj që me këtë elan, me këta të ri, të cilët janë në Tetov, jo vetëm në Tetov, por në tanë vendin, pasi që të ri tanë janë të informuar shumë, pra nga në botë, mund të themi se krahasohen me aftësitë dhe dijen edhe me të rit të cilët gjenden në shtetet e zhvilluara. Besoj që pak punë, pak mbështetje, pak bashkëpunim, do të arrini qëllimit, patjetër. Me Ksillo ju e cekët në fillim që nga shtatori keni filluar të funksiononi si qendër. Dhe deri më tani keni arritur të lidhni kontakte apo të bashkëpunoni edhe me vendet tjera si Kosova, Shqipëria, me trojet shqiptare, apo qoftë edhe me vendet tona fqinjë nga vendet tjera. Jeni munduar që të krijoni kontakte? Jemi munduar. Për momentin kemi patur vetëm një profesor mentor nga Kosova, i cili është përkujdesur në trajnimin e të rive. Planifikojmë të kemi bashkëpunime, jo vetëm në trojet shqiptare, por edhe më gjerë, pasi që të rritë duhet pa tjetër të kenë informacion edhe të kulturave të tjera, jo vetëm rajonale, por edhe më gjerë. Si mbështetni iniciativat e pavarura dhe organizatat rinore, ju si qendër, pasi që edhe ju jeni udhëheqëse e një qendre rinore tani më? Si mbështetje direkte e kemi duke dhënë hapësirat tona të shfrytëzojnë, më thënë hapësirat të shfrytëzojnë falas, gjithashtu planifikojmë edhe projekte të ndryshme të cilat i kanë të bashkëpunojmë me ta. Në këto hapësira, çfarë mund të bëjnë të rinjat? Përveç takimeve që mund t'i keni ju, që mund t'i shprehni idejat, problemet e tyre, apo mund të kenë edhe ndonjë hall tjetër që deri disi në mes vete ju njëri tjetri që t'i ndihmoni dhe t'i drejtoni në institucione se ku duhet ata të shkojnë? Qendra ofron edhe lojra të ndryshme, të cilat janë për të rit. Më herët mund të themi muajin dhjetor e realizuan vullnetarët edhe një nat party gaming. Dhe dul shumë e suksesshme, ishin shumë të kënaqur. Për të ndihmuar në qendrën tonë kemi edhe një psikologe e cila u ndihmon të rive të shprehen, të tregojnë ndjenjat e tyre, gjithashtu edhe ti drejtojmë edhe në institucionet ku duhet të jenë. Por që ne jemi mbështetja kryesore, jo domethënë ndihen si në shtëpinë tyre. Dhe me thënë ju, ata të rinjtë e kanë mbështetjen e juaj nga qendra dhe si do qovë për qëfar do problemi, për qëfar do gjëje, ju do i dilni në krah atyre. Mund të në thoni se sa hapësirë ju jepni të rinjëve për të propozuar ide dhe projekte? Ju e cekët në fillim, në më thënë që të rinjtë mund të propozojnë ide e tyre dhe projektet, po sa do e kenë mundësin nëse se gjdo ditë të rritet numri i të rinjëve? Tash hapësira është dhe prioritet janë të ri, por që normal varet edhe projektet të cilat ofrohen për të ri dhe bashkëpunimet të cilat do t'i bëjmë me institucione, gjithashtu edhe me të rinjët. Të rinjët. Mund të në thoni a përfshihen të rinjët edhe në drejtimin e aktiviteteve? Po, përfshihen. Konkretisht drejt për drejt të themi të jenë të kyçur ata? Përfshihen në aktivitetet kulturore, kryesisht, edhe në trajnimet të cilat janë nga mentor të ndryshëm. Tash flas për momentin. Çfarë trajnimesh janë bërë konkretisht tani për të rinjët? Për momentin janë bërë disa trajnime, tash ishte më në fund për leadership, ose këto shkaftësitë digjitale, më thonë krimin e CV-s, kërkimin e një vendi të punës, përshtatjen, temat të cilat kanë interes të rritë. Ku është më shumë fokusi apo interesi të rinjëve? Tani më ju në qendër sa do pak i keni njohur nga afër, i keni parë ata? Fokusi dhe interesi të flasim real është mos qëndrimi në vend, më thonë largimi. Kjo është një temë shumë e dhimbshme për ne, edhe pse nuk duam të pranojmë, por që kjo vjen edhe si pasojë mos informimit apo mos drejtimit të tyre në profesione të ndryshme. Gjithashtu edhe e shohin si shpresë largimi nga vendi, por duke mos patur mundësi të shohin se shumë mundësi janë në vendin tonë. Në vendin. Më thonë,
të rinjt tanë duhet t'i udhëzojmë pak, se më thonë edhe në vendin tonë mund të arrin, mund të rritën në karrierë, edhe pse ka gjatë rrugës shumë pengesa, shumë punë, më thonë, jo bashkë shumë pa shpresë të je. Pa shpresë. Pasi që qendra funksionon në kuadër të komunës Tetovës, çfarë do të bëj komuna dhe ju si qendër në këtë drejtim për të themi që mos të largohen të rinjët nga vendi? Komuna ose ne si qendër parafërsisht janë bërë disa investime në shumë shkolla të mesme. Në universitet nuk kemi qasje, pasi që nuk i tangon komunës, më thënë është institucionet tjetër, por si parandalimin e të rinjve, kjo mund të themi se është krijuar dhe si trend. Më thënë është një periudhë e gjatë kohore që është krijuar largimet të rinjve, gjithashtu ka nevojë tash edhe një periudhë të gjatë kohore të bindim që ka edhe këtu të ardhme në vendin tonë. Më thënë, nuk është një procedurë e lehtë që të rinjt t'i ndalim në vendin tonë. Më thënë, ka largimet të rinjve edhe pse janë të shkolluar mirë, në universitetet të mirë, ka në vendet të mira të punës, ato përsëri marrin guximin të largohen nga vendi i tyre. Ka të themi qendra ndonjë projekt konkret pikërisht për këtë pjesë për të rinjtë? Planifikojmë në të ardhmen, por tash për momentin nuk kemi. Nuk jeni, planifikoni. Mund të na thohen se cilët janë prioritetet kryesore për vitin 2026 nga Qendra Kulturore për të rinjtë? Prioritetet kryesore janë formalizimi i qendrës, tash që jam në procedurë të fundit, realizimin e projekteve nga të rinjtë, të cilët i shprehen si ide, realizimin e verës kulturore, më thënë në kuadër të qendrës kulturore, verës kulturore tetovare që realizohet në muajin korrik, gusht, më gaboj, realizimin e një festivali nga të rinjt, pra kryesisht mund të jetë muzikor ose nëpërmjet filmit. Të gjitha do të mbahen në qytetin e Tetovës të i kemi. Dhe të rinjt, qoftë edhe ato nga Shkupi dhe nga qytetet tjera, mund të sado pak janë të mirë të ardhur shpresoj. Janë gjithsesi të mirë të ardhur, dhe më thënë, jo vetëm se është qendra në Tetovë, dhe më thënë, jena të hapur edhe për të rinjt të tjerë. Për të rinjt të tjerë. Mund të na thoni çfarë projektesh të reja apo inovative planifikoni? Planifikojmë... Përveç këtyre kulturore, planifikojmë edhe investime në teknologji, dhe më thënë aty jenë ambientet më multifunksionale, pasi që të rinjt tanë kanë edhe qasje më të re dhe më të avancuar në teknologjin të IT-s, gjithashtu planifikojmë trajnime dhe mund të themi edhe disa gara ose varet si do t'jenë tash. Do të planifikoni se, si që se këmë dhe në fillim, se jemi në epokën e teknologjisë, e digitalizimit, e këtyre gjërave. Mendonin që në të ardhmen të ketë trajnime edhe të IT-s në qendrën e juaj? Sa do pak duke pasur se sa do që të largohemi, mos dojmë që të kyqemi, por të regu e kërkom pikërish këtë pjesë. Po, pa tjetër, edhe ata në një periudhë të shkurtër kohore, pasi që jemi edhe në bisedime me disa profesor, tash vetëm duhet krijon kushtet që kanë nevojë të rinj dhe pa tjetër. Sa keni bashkëpunime, të themi edhe me shkollat? Me shkollat fillore dhe ato të mesme për të rinj? Fillore jo, pasi që grup mosha nuk përshtate. Me shkollat e mesme kemi bashkëpunim, por thash mungon informacioni çka do bëhet ose çka kjo, thënë diçka reale. Ka nevojë të rinjt të jetë njëri të shohë se çka krijohet, pastaj vinë edhe dalga tjetër. Kjo e shoh se ashtu funksionon të rinjt. Mendoni që duhet në përshkollat të shkohet, sa do pak në përshkollat e mesme për t'i njoftuar të rinjt se çfarë konkretisht, cili është misioni dhe roli i kësaj qendre? Fakte kemi bërë një vizitë më herët, por tash planifikojmë edhe një herë, pasi që duhet të informohen, po pa tjetër, tash të rinjt ka rotacion, më thonë, vinë vitet e para, shkojnë të katrat, vinë student, më thonë, të rinjt janë në lëvizje. Në lëvizje. Mund të na thoni pak tek idetë, ndalemi tek të rinj, çfarë idesh kanë ata, çfarë kërkojnë konkretisht? E dim që moshat janë nga 15 deri në 30 dhe sadopak nga mosha idetë e tyre dhe planet e tyre ndryshojnë. Janë të ndryshme, nuk mund të jetë të njëjta, ndoshta ajo është arsyeja e moshës. Çfarë konkretisht ata kërkojnë? Idetë i kanë të shumta,
Thash, kjo periudhe globalizmit, informacionit të tepër, më thonë, kanë qasje direkte, por që mungon iniciativa. Më thonë, vetëm e bëjnë si kërkes, jo të realizohet ose të vazhdojnë, më thonë, këtë e kanë si mangësi. Përgjithsi se e shofë të të rritë. Pa marë parasysh, është më i ri, ose pak më është student. Më thonë, iniciativën e kanë, ose guximin, për realizimin e këtini ideve e kanë më të pakët. Po, shpresoj që ju si qendër jeni aty për t'i shtyr ato, për t'i mbështetur dhe për t'i realizuar idetë e tyre. Si funksionon të themi qendra konkretisht? Keni mbledhje, keni takimet, si keni ato takimet? Funksionon, tash, është funksionalit prej të hënën deri të premten. Orarin e kena tash më ndryshen, për ora 10 dhe ore 18, për shtatëna, për orarit të shkollave dhe student, kur janë më të lirë. Funksionon, ekziston një grup në WhatsApp ku komunikojnë më lehtë, ekziston një faqe në Facebook, Instagram ku i shpërndajmë aktivitetet. Dhe kjo është? Kjo është. Në përmbledhje shprehin? Në përmbledhje kur bëhen takimet të të rive, shprehin ide ku ka mangësi, reagojmë. Për t'i ndihmuar? Më thënë, jena në proces të zhvillimit, më thënë, kjo është. Si do të përfshihen të rinj, të themi konkretisht, përveç në për aktivitete, në për plane? Mendoni në qendër apo në kuadër të... Në qendër. Po dhe në kuadër të aktivitetet, por edhe në qendër. Kjo është përfshirë direkt në aktivitete, por që thash edhe në projekte. Më thonë, ka projekte të cilët mund të konkurrojnë edhe vetë të rinj në bashkëpunim me qendrën tonë dhe të fitojnë të themi bursa, gjërat e tilla për të... Gjithashtu edhe kontakte të ndryshme të cilat ato nga shkolla nuk mund t'i realizojnë. Pasi që ka këtu miksë për jetizim të profesorëve, të rinjve, të projekteve që planifikohet, t'i kena në të ardhme. Ju e cekët që në qendrën e juaj ka dhe psikolog? Po, ka. Që bisedojnë me të rinjët? Po, bisedojnë. Sa kanë qenë të rinjë të hapur për biseduar me psikologën? Pak. E kanë atë ndrojtjen në të themi? Po, e kanë atë ndrojtjen. Ekziston ajo stepje e tyre, dhe më thanë, duhet një kohë bukur e madhe t'i njohim, apo të përshtatemi që ato të hapen, të tregojnë se çfarë mungon, apo çfarë kanë nevojat e tyre, apo si do t'jetë jeta e tyre, apo si do vazhdojnë në karrierë. Ekziston një stepje. Zakonisht tek nxënësit tek shkollat e mesme, fenomeni më i përhapur është bullizmi. Sa keni të themi, keni zbuluar raste të këtij fenomeni të themi tek nxënësit nga mosha 15 vjeçare? Raste që janë shpreh të themi tek psikologja. Raste ende nuk janë shpreh, nuk kemi has, pasi që shkollat kanë edhe psikologët e tyre, por që është një mungesë, pasi që një shkollë me një numër të madh, veç një psikologe është... Nuk është e mjaftueshme, këtë problem mund të themi lirshëm që nuk është vetëm në komunën e Tetovës, po kemi edhe në komunat këtu në Shkup edhe më gjërë edhe në qytetet tjera që një psikologe me një numër të madh të nxënësve nuk është i mjaftueshëm. Si ndihmon kjo në qendër në ndërtimin e një shoqërie më aktive dhe të përgjegjshme? Thash, nëpërmjet aktivizimit të rinis, pasi që ata janë të qasur drejt për drejt në projekte dhe zhvillimet që ndodhin në shoqëri, si dhe janë më të vetëdijshëm për rrethanat të cilat gjenden. Më thonë, në mendoni në të ardhmen të keni si qendër me të rinjave të keni bashkëpunim edhe me prindërit atyre të rinjave? Keni menduar që të kyçën edhe ata të shohin se si funksionon? Gjatë funksionalizimit të qendrës e kom pa të nevojshme, për arsye se ka disa të ri vinë edhe me prindrit. Duke parë prindrit se ekziston një staf për kujdesën, ato të ri tash janë bë edhe më aktive. Më thonë, kanë patur një ndikim pozitiv. Si funksionon të themi një trekëndësh, nëse në të ardhmen mendoni një trekëndësh qendër të themi të rinjt dhe prindër? Mendoni se do të funksionoj?
Si ajo pjesa në shkollë, zakonisht e kemi në shkollë prindër, mësues dhe nxënës, por tek ju qendër... Tash nuk e di sa do t'jetë realizueshme, pasi që thash, grupë moshat e të rive të ndryshme, por kjo moshë shumë t'i vlen në grupë moshat ndër moshën 18 vjeçare, pasi që mbi 18 vjeçare janë ato që vendosin vetë. Kuptohet. Thonë është një punë mikse, dë shoh... Do shta t'i ndani në grupe? Ne këtu për ide, unë si të rinjë, dhe jap ideja këtu. Për të ndarje në grupe besoj që jo, pasi që nuk duhet jetë ma shumë mix të grupë moshave, më thënë të ndikon ma shumë pozitiv në ta. Pozitiv, ashtu. A me prindrit të shohim ma shumë, besoj që të informojmë ato se çka bëhet në qendrën tonë. Çfarë konkretisht, sa do t'jetë të themi edhe komuna e Tetovës, që t'ju përkra pasi që është në kuadër të komunës, është ndarë buxheti, po do t'a shihni në të ardhmen se ndoshta nuk do t'jeti mjaftueshëm ai buxhet, do duhet edhe më shumë. Sa do t'ju ndihmoj të themi edhe komuna e Tetovës në këtë drejtim? Për momentin është suporti kryesor dhe arsyeja kryesore që është hapur kjo qendra kulturore për të rinj. Do thënë, kjo është krijuar në bazë Këshillit Komunal, të vendimit Këshillit Komunal, sigurimin e mjeteve, po ashtu planifikohet edhe më shumë rritje të buxhetit, por ne si qendër nuk do të mbetemi vetëm në kuadër të komunës, pra planifikojmë thash edhe me bashkëpunime me institucione të ndryshme, si atë Ministrisë së Kulturës, qendrave të ndryshme, drejtorive kulturore, për të rinj, më thënë, shka i përshtatën të rinjve. Që i përshtatët të rinjeve. Pra, komuna ngel suporti kryesor i qendrë. Pasi që ju jeni udhëheqëse e kësaj qendre, cili është synimi yt kryesor, të themi? Personal, profesional. Por edhe profesional në këtë drejtim, pasi që jeni emëruar edhe një udhëheqëse që do të keni punë drejt për drejt me të rinjat. Personal tash, se dia është e arsyeshme t'i tregojmë qëllimet jetësore, pasi që ndonjëherë se dia realizohen, po tash është synimi i kuadër qendrës është të realizoj funksionalizim, të tregoj të rinjve të tonë që ka edhe një mundësi edhe një oazë të cilët mund të ketë ndikim pozitiv në ta, të jem mbështetja kryesore e rinisë së qytetit tim, pasi që edhe unë vinë nga Tetovë, po jo vetëm të rinisë së qytetit Tetovës, edhe më gjerë, edhe në rajon, dhe të jemi një shembull se si krijohet një qendër dhe të ketë ndikim dhe impakt pozitiv në vend dhe rajon. Në rajon, si e shihni ju të rinjt? Në kohën ju kur keni qenë? Shumë ndryshim. Ka ndryshim? Ka ndryshim, pasi që unë jam më e madhe, dhe jam në periudhën kur isha më e re, nuk ishte kjo bota e digitalizimit, sa filloj. Ka ndryshuar dhe më ta? Shumë ka ndryshuar, ne atëhere kishim e-mailet, messenger, ose ku ta di. Tani më gjithë shka bëhet. Tash, kur në periudhën e re u kriju Facebook, apo sa u kriju një rrjet social, tash ka shumë rrjet social, shumë janë, më thënë, trit janë, mund të themi dita me na, por që janë edhe shumë më të avancuar se na. Edhe pse nuk mund të disa, nuk mund të pranojnë, më thënë, rinia e sotshme është shumë më avancuar. Mund të na thoni mesazhi juaj për të rinjt, cili do të ishte që t'jenë të themi pjesë e qendrës? Mesazhi im për të rinjt, tash disa prej vullnetarëve ndoshta më shohin, se pikë së pari u them mësoni dhe punoni, më thonë njëkohësisht edhe të punojnë, edhe të mësojnë, që duhet t'ja dinë vlerën jetës dhe rritjes së tyre personale dhe profesionale. Si qendër do të jena mbështetja kryesore për ta, dyert janë të hapura, dhe gjithë shka do t'jeni aty për të rinjat. Dhe në deshta edhe një pyetje të ua bëj, mendoni në të ardhmen që të keni bashkëpunime edhe me komunat të themi, ta marim një shembull komunë më afër që kemi ne në Shkup është komuna e Çajirit, me të rinjët, të vini të rinj nga Tetova për t'u njohur, pasi që edhe qendra funksionon në kuadër të komunës Tetovës dhe të keni çfarë lloj bashkëpunime? Po, patjetër, pse jo, pse mos krijohet edhe një qendër e ngjashme apo njëjtë si qendra kulturore për të rinj, gjithashtu bashkëpunim, pasi që ne jena një njëjtë, popullata e njëjtë, domethënë me një vend, me një vend, një kulturë, një rini, domethënë patjetër. Patjetër.
Unë ju falenderoj edhe një herë për gjitha këto informacione që i dhatë për qendrën kulturore për të rinj që funksionon tani më në qytetin e Tetovës dhe shpresoj që t'ja arrini të gjitha qëllimet, misionet deri në fund që të rinj të kenë ku të drejtohen, t'i shprehin idetë e tyre, kreativitetin e tyre, talentin e tyre. Faleminderit edhe juve për ftesën, gjithashtu shprehet interes për informimin e qendrës kulturore, dhe më thënë ju jeni mediumi i parë të cilën kam ardhur në intervistë dhe të tregoj se çfarë është qendra kulturore për të rinj në Tetovë. Ju falenderit shumë, dhe më thënë kisha dhe nderin dhe kënaqësi, pasi që unë ju kisha për herë të parë të themi këtu në emision Drejt për Drejt, në emisionin e mëngjesit, kështu që mua nuk më ngele gjë tjetër përveç se të ju dëshiroj suksese në të ardhmen. Faleminderit.